Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mos harxhoni më para, ja si të zhdukni rrullat brenda natës. Kafeja është një pije preferuar për pothuajse të gjithë sapo zgjohemi në mëngjes. Kafeina që ndodhet në kafe zgjon molekula të quajtura adenozine nga truri juaj, kështu që ju ndiheni të freskët dhe më të vëmendshëm. Me sa duket, kafeja jo vetëm që zgjon trurin tuaj, por ka dhe aftësinë për të rigjallëruar lëkurën tuaj. Kafeja është një diuretik i jashtëzakonshëm që ndihmon që lëkura juaj të largojë ujin e tepërt bashkë me toksinat. Kjo e bën lëkurën tuaj të shëndetshme dhe i jep asaj një pamje të freskët dhe plot me shkëlqim. Kafeina përmirëson qarkullimin e gjakut dhe metabolizmin e lëkurës, duke reduktuar përqindjen e celulitit. Po ashtu ndihmon për të larguar të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës, si dhe papastërtitë të tjera. Në këtë video do të listojmë disa prej maskave më të mira me kafe në fytyrën tuaj, që ju lehtë mund t'i bëni në shtëpi duke i kombinuar edhe me përbërës të tjerë që me siguri i keni të gjithë në shtëpi. Këto maska janë të përshtatshme për secilin lloj të lëkurës dhe do ta bëjnë lëkurën e fytyrës të jetë më e shëndetshme, e butë dhe padyshim do të rrezatojë, dhe mbi të gjitha do të dukeni më të reja. Sipas Brightside do të rëndisim disa nga maskat më të mira natyrale me dhlumin e kafes që mund t'i japin shkëlqim lëkurës suaj. Maska me kafe dhe kokos për shkëlqim të lëkurës. Kafeja është një antioksidant që nxit qarkullimin e gjakut. Gjithashtu, lufton dëmtimin e lëkurës të shkaktuar nga rrezet ultraviolet të diellit. Vaji i kokosit ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore që ndikon në mbrojtjen e lëkurës nga ndocit e jashtëm. Përveç kësaj është jashtëzakonisht hidratues për lëkurën. Gjithashtu rigjallëron lëkurën duke e bërë atë të shkëlqejë. Produktet që u duhen në këtë rast janë një lugë gjedhë me kafe, një lugë gjedhë vaj kokosi. Por si të përgatisni dhe të aplikoni këtë maskë? Përzjeni një lugë gjedhë kafe të bluar dhe një lugë gjedhë vaj kokosi derisa të jetë një pastë homogjene. Pastroni fytyrën dhe lini që të thahet. Aplikoni maskën në fytyrën tuaj dhe lini të qëndrojë për të paktën 15 minuta. Para se të largoni maskën, masazhojeni një herë lehtësisht në fytyrë. Pastroni fytyrën me ujë të vakët. Nëse ju ka mbetur pak nga kjo maskë pa u pastruar, largojeni atë me një peshqir të butë dhe të pastër. Këtë maskë mund të aplikoni 2 deri në 3 herë në javë. Maska me kafe dhe vaj ulliri për lëkurën e thatë. Vaji i ullirit është i njohur për hidratimin e lëkurës. Ai është i pasur me vitaminën A, D, K dhe E. Vitamina A forcon kolagjenin dhe përmirëson elasticitetin e lëkurës. Vitamina D ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Vitamina K lufton shenjat ose venat e lëkurës dhe vitamina E ushqen lëkurën. Kafeja ngushton enët e gjakut duke larguar entjen në fytyrën tuaj të shkaktuar nga prania e toksinave. Produktet që u duhen në këtë rast janë një lugë gjedhë kafe e bluar, një lugë gjedhë vaj ulliri. Por si të përgatisni dhe aplikoni këtë maskë në lëkurën tuaj? Përzjeni një lugë gjedhë kafe të bluar dhe një lugë gjedhë vaj ulliri ekstra të pastër derisa të krijoni një pastë homogjene. E aplikoni këtë pastë në fytyrë. E lini të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta dhe masazhoni fytyrën me lëvizje rrethore. E pastroni fytyrën me ujë të vakët dhe nëse ka mbetur diçka nga kjo maskë, e largoni me një peshqir të butë. Këtë maskë e aplikoni 2 ose 3 herë në javë për të trajtuar lëkurën e thatë. Maska me kafe dhe limon për lëkurën e yndyrshme. Limoni është i pasur me vitaminën C, e cila forcon elasticitetin e lëkurës dhe frenon prodhimin e tepërt të yndyrës duke mbrojtur lëkurën tuaj duke mbajtur të pastër dhe pa yndyrë. Produktet që u duhen për përgatitjen e kësaj maske janë: një lugë gjedhë kafe e bluar, lëng limoni dhe përgatitja dhe aplikimi bëhet në këtë mënyrë. Përzjeni kafen me lëngun e limonit, e aplikoni këtë pastë në fytyrë dhe në qafë. E lini të qëndrojë për 30 minuta dhe më pas e pastroni fytyrën. Këtë maskë aplikoni një herë në javë nëse keni lëkurë të yndyrshme. Maska me kafe dhe qumësht për fytyrë të pastër. Qumshti dhe kafeja ndihmojnë në pastrimin e lëkurës, po ashtu ky kombinim hidraton lëkurën dhe e bën atë të shkëlqejë. Për këtë ju duhet një lugë gjedhë me kafe dhe qumësht. Përzjeni të gjithë përbërësit bashkë derisa të krijohet një masë homogjene. E lani fytyrën dhe më pas e lini të thahet. E aplikoni maskën më pas në fytyrë dhe e mbani për 20 minuta. Pasi t'i ketë kaluar
Ky minutazh e pastroni fytyrën e aplikoni këtë maskë 2 deri në 3 herë në javë për të pasur fytyrë të pastër dhe plot me shkëlqim. Kafeja është një nga pijet më të preferuar për të gjithë njerëzit dhe gjithashtu, ajo mund t'i ofrojë lëkurës suaj shumë përfitime, duke ndikuar kështu pozitivisht edhe në mbrojtjen e saj. Kafeina në përmbajtjen e kafes mund t'japë rezultate të shkëlqyera për një higjen më të mirë të saj. Gjithashtu mund të aplikoni edhe receta të ndryshme për shëndetin tuaj duke marrë kështu rezultatet më të mira. Lëkura e fytyrës është ndër pjesët më të ndjeshme të një femre dhe jo vetëm. Ato gjatë gjithë kohës janë të interesuara se si të kujdesen për fytyrën e tyre. Një maskë shumë efektive për fytyrën është ajo me kafe. Bëhet fjala për atë me kafe turke, kos dhe mjaltë, por mund të shtoni edhe pak kakao. Përbërësit e saj ulin entjen rreth syve dhe bëjnë lëkurën të shëndritshme pa e tepruar me shkëlqimin. Pas pak kohe, lëkura do t'jetë njësoj si e bebes. Ja përbërësit kryesor që ju duhen, një lugë çaji me kos dhe mjaltë për lëkurë të thatë. Për ju që keni lëkurë me tendencë për të qenë e yndyrshme, mjalti mund të zhvendësohet me një lugë me limon të freskët. Lëkurat normale besojnë se nuk kanë ndonjë problem me përbërësit e thjeshtë dhe mos e teproni me masën. Gjithashtu, përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Pasi keni përzier kafen turke me pak kakao sipas dëshirës, shtoni kosin, limonin dhe do t'jetë krejtësisht e trashë përbërja dhe më pas hidhni mjaltin. I përzieni mirë derisa masa të krijojë një masë homogjene dhe aplikoni gjithmonë pas dushit, ose në të kundërt sigurohuni që të keni hapur poret e lëkurës me një peshqir me ujë të ngrohtë. Më pas, lagni një pecet të pastër dhe hiqni copën e masës që keni ngrirë në lëkurë. Lëkurat të ndjeshme mund të pastrojnë direkt me ujë të ngrohtë, sepse kokrizat e kafes mund ta dëmtojnë lëkurën tuaj nëse jeni alergjik ndaj saj. Kafeja mund të ofrojë kombinime të ndryshme për shëndetin e lëkurës, dhe përdorimet e saj mund të jenë gjithashtu nga të larmishmet dhe vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit të lëkurës do t'i bëjnë ndryshimet e duhura. Siç edhe mund ta dini, kafeja është një nga përbërësit që kanë zënë në vend të rëndësishëm në botën e bukurisë. Trajtimet me llumin e kafes ose me kokrat e shtypura të saj janë të shumta, edhe sot kemi renditur disa prej tyre. Të gjithë mund të përgatisni lehtë në shtëpi për një lëkurë të butë, të pastër për çdo kohë. Ndaj, ndiqni këto këshilla sipas ekspertëve. Trajtimi me kafe, vaj kokosi dhe kanellë. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë 50 gram vaj kokosi, 75 gram llumë kafeje, 5 gram kanellë. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Shkrini me kujdes vajin e kokosit derisa të formohet një masë e lëngshme. Përzieni bashkë me përbërësit e tjerë derisa të formohet një pasë kompakte. Vendosini në fytyrë të pastër duke masazhuar me lëvizje rrethore nëpër të gjithë sipërfaqen. E lini mbi lëkurë për 20 minuta dhe më pas e shplani me ujë të bollshëm dhe lani fytyrën në rast se ndjeni edhe ndryshime. Kafe, sheqer, mjalt dhe vaj ulliri është një maskë efektive që mund t'japë rezultate të dukshme në shëndetin e lëkurës. Përbërësit që u duhen janë 150 gram llumë kafeje, 200 gram sheqer kaf, 50 gram mjalt, 45 ml vaj ulliri. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Në një enë përzieni të gjitha përbërësit bashkë derisa të formohet një masë trash kompakte. E vendosni në fytyrë dhe në qafë duke masazhuar mirë të gjithë sipërfaqen e fytyrës. E lini derisa të thahet plotësisht dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Këtë trajtim mundohuni ta bëni të paktën një herë në javë. Kafeja në kombinim me mjaltin gjithashtu mund t'japë rezultate të shkëlqyera për shëndetin e lëkurës. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë 5 gram kafe, 25 gram mjalt. Përzieni të gjithë përbërësit në një enë derisa të formohet një masë kompakte. E vendosni më pas në fytyrë dhe në qafë dhe e mbani për 20 minuta derisa të thahet. Më pas, e shplani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë dhe e thani atë me një copë pambuku për të vendosur kremin tuaj hidratues. Aplikimi i këtyre recetave në kushte shtëpie mund t'japë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj të lëkurës, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit shëndetësor ose atij estetik. Informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm informimin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.